ona personale, ndoshta që të kabinë, se nganjëherë edhe me ka vullnet i partisë ose i rrethit, po nëse mungon kjo aspekti personal, i motive që të shtyn me cila ka qenë ai motivi kryesor, ndoshta që ke vendosur me hy garës ose me pretendu pozitën e kryetarit, prej komunësh me dhënë një kontribut në një segment caktuar ose në përgjithësi për ato që menon që i duhen Malishevës edhe që të ka shty me hy kësaj gare. Po, ideja nuk është që nuk na shkon mendja shpesh, po unë po flas pak në edhe një pjesë të brendshme që gjatë formësimit tem koncepti për lirinë dhe shtetësinë ka ndryshuar me kohën. Në përfundimin e luftës, unë ishte në ideal 23-4 vjeçare dhe kontributi jonë për çlimin e vendit, komendu që përfundon pa ditë edhe na duhet të kthejmë profesioneve tona ta bëjmë aktivitetin tonë vetëm profesional. Edhe me kohën, unë kuptova që liria dhe shtetësia janë dy koncepte të ndryshme dhe kontributi jonë nuk mjafton vetëm në pjesën profesionale. Sepse unë si mjek, po vazhdoj me punu, e sheti që po kontribuon në fushën e ngushtë tonë, po koncepti i kontributit publik është për te i kësaj. Kështu që kam fillu mu bind që edhe jashtë profesionit tim, duhet me dhoni kontribut që shoqënia, qytetarët e Malishevës me marrë diçka pak ma shumë se sa i jepet sot prej qeverisës.